Faleminderit edhe një falenderim edhe kryeministit që vëmendja ndaj Vlorës është gjithmonë e madhe, edhe më vjen shumë mirë që në historikun e turizmit në Vlorë, ashtu siç jemi sot në një nga pionerët e zhvillimit turistik tek Lirua, vim prapë me vizione për të përmirësuar turizmin në Vlorë, dhe Vlora po ecën me hapa të qëndrueshëm, dhe kjo është më e rëndësishme që përmirësojnë në ndjeshëm zhvillimin ekonomik jo vetëm të Vlorës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Kështu që së bashku kemi momente që duhet i ndajmë edhe problemet dhe shqetësimet, që ky sezon që vjen të jetë një sezon që do të jetë me impakt për Vlorën. Mirë se keni ardhur, edhe besoj se hyrjet janë të tepërta, paktën këtë format, duke përfshirë pjesëmarrjen e kryeministit, sepse nuk besoj se ka pas ndonjëherë kryeministër Shqipëria që është takuar edhe që takohet kaq shpesh me operatorët përgjithsisht ekonomik të vendit, por sidomos ato turistik dhe sidomos në Vlorë. Për dy arsye, sepse turizmi po bëhet gjithmonë më tepër motori kryesor i ekonomisë shqiptare, ka arritur në kontributin prej 21% të GDP-s si sektor, i pa imagjinueshëm vetëm pak vite përpara. Të ardhurat nga turizmi po shkojnë drejt 6 miliard euro, që është edhe kjo një shifër e pa imagjinueshme. Dhe sidomos në Vlorë, sepse sigurisht Vlora mbetet edhe është jo vetëm një nga perlat gjeografike të Shqipërisë, por po kthehet gjithmonë më tepër në destinacionin kryesor turistik. Tani takimet janë shpeshta, jo sepse nuk realizojmë ato që themi në takime përparshëm, por se dinamika e zhvillimit është e tillë, është shumë e lartë, shumë e madhe, dhe ne e ndjekim hap pas hapi bashkë me ju si partner që duhet ta çojmë përpara këtë sektor të rëndësishëm të Shqipërisë. Sfidat tona tashi kanë kaluar përtej emergjencave, përtej kërkesave bazike. Tani jemi në sfida që lidhen me krijimin e turizmit qëndrueshëm, pra qëndrueshmërinë në turizëm, për një turizëm gjithvjetor dhe për një diversifikim të portofolit të turizmit. Të gjitha këto, kushti më i mirë se për të ndodhur në Vlorë, besoj se nuk ka në Shqipëri, sepse këtu kemi detin, kemi malin, kemi lumin, kemi gjithçka, kemi natyrën. Kështu që ne do të jemi gjithmonë bashkë në këto diskutime, në mënyrë që të bëjmë më të mirën jo vetëm për Vlorën, por besoj unë si një motor që udhëheq gjithë sektorin në Shqipëri për gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit kryeministër që dua të bëj një saktësim ose një plotësim, se Bledi tha s'ka pas kryeministër që të ketë pas kaq shumë kontakte me operatorët turistik, po s'ka pas në fakt operatorë turistik që të kenë kontakte me kryeministrat, dhe kur po zbrisja shkallët këtu tek kërthiza e turizmit Vlorës, sepse kjo është kërthiza, këtu është hedhur fara e parë e një ambicie për të shkuar përtej asaj që ishte deri në atë moment. Po mendoja eksaktësisht këtë, që çka ka pasur këtu kur Lirua ishte pikë pushimi ekskluziv, po themi. Edhe kjo nuk është 100 vite më parë. Unë vija këtu te Lirua kur ishim në pozitë, apo jo? Unë isha kryetar bashkie, ishim në pozitë dhe vija te Lirua, edhe ajo që sot është Lungëmarrja ishte një rrugë me 2 korsi. Dhe në njërin anë ishte deti që shikoi copa se ishte mbushur me ndërtime. Në anën tjetër ishin gropa, llozhura, mbeturina nga ndërtimet e reja
Dhe në gjithë vazhdën e ndërtimeve të reja të Lungomares, katët e para ishin pothuajse bosh, të pa përdorura se nuk i blinte njeri. Dhe ishte një restorant, si quhet, Ideali. Ishte një restorant Ideali. Po, Ideali. Po mirë, Saint-Tropez nuk e quajnë, se Saint-Tropez në shëmbëm se kishte zënë detin. Dhe Bologna e famshme që ishte, kjo ishte Vlora. Ky ishte realiteti. Kjo ishte Vlora para një dekade. Themi të vërtetën se për të bërë Lungomarja u deshën vitet e mandatit parë. Dhe sot jemi, shiko sa është zgjeruar tavolina, Liro. Atëherë ishim unë e ti këtu që flisim për turizmin. Sot po ju them vetëm qa shifra shka marsi tani. Do me thënë, në çdo emër të vëndeve prej nga vinë turistët, në mars, krahasuar me marsin e kaluar, se i referohem asaj që tha Bledi për zgjatjen e sezonit, vizitorët nga Italia janë rritur me 10.9, domethënë 11%. Vizitorët nga Shtetet e Bashkuara janë rritur me 45%. Vizitorët nga Gjermania janë rritur me 23%. Vizitorët nga Mbretëria e Bashkuar janë rritur me 22%. Vizitorët nga Spanja me 34%, vizitorët nga Austria me 20%, vizitorët nga Norvegjia me 105%, vizitorët nga Belgjika me 4% dhe vizitorët nga Danimarka me 711% janë rritur. Krahasim me marsin e kaluar, dhe këto janë dhëna nga kufiri. Që do të thotë që unë këtu flas për shifrat e gjithë Shqipërisë, nuk flas vetëm për shifrat e Vlorës, dhe po ja kaloj Blendit për të folur më shumë, e pastaj sigurisht që do diskutojmë se ka ca gjëra që duhet i diskutojmë sot. Urdo. Atëherë, Mirdita, shumë faleminderit që jeni të gjithë këtu. Do doja në radhë parë ta nisja me një përshkrim pak a shumë për atë që na intereson më shumë, që situata këtu, situata në rajon, situata pak më larg se sa rajoni, sepse ndikohemi, është një sektor dhe një industri që ndikohet shumë, por në një farë mënyrë Shqipëria përsëri për shkak të pozicionit, për shkak të imazhit, për shkak të një alternative që kërkohet sot në tregun e udhëtimit, është në momentin e duhur përsëri dhe është në vendin e duhur përsëri. Kemi një rritje të numrave të rezervimeve dhe të themi kontraktimeve nga ato shtete që do të pushonin dhe do të udhëtonin tek lindjes mesme, por kemi edhe një element të ri që është i rëndësishëm si vjet që ne duhet ta vlerësojmë shumë fort, që është një numër i madh shqiptarësh që janë duke riplanifikuar pushimet e tyre. Ne e dim që shqiptarët janë qeflit ndaj me pushimet, ata që i kanë mundësit dhe shkojnë shumë jashtë shtetit. Ne duhet bëjmë të mundur që ky të jetë dhe viti i një plusi të atyre shqiptarëve që do donin të riorganizonin pushimet e tyre në Shqipëri, në vendin tonë. Do të them shqiptarët të vendit tonë, se shqiptarët e tjerë që janë me pasaportat tuaja dhe diaspora, ato nuk diskutohet që vinë e çmallë në vendin e tyre. Një komponent i rëndësishëm janë çmimet e avionëve që ne po e shikojmë dhe po e ndjekim në mënyrë të vazhdueshme, sa na ndikojnë, si mund të riorganizohemi, pra gjithë konektiviteti. Megjithatë janë konfirmuar linjat me Kanada për të parë linjë direkte, janë konfirmuar 23 linja më shumë me Ryanair, me vende dhe me qytete që nuk e pasur deri tani. Ka një konektivitet në rritje, natyrisht që ka një fluks në pritje shumë më të madh. Ajo që po mundohemi është të organizojmë një shtrirje sa më të madhe të këtij fluksi dhe këtij volumi pritës për punus natyrisht në aeroport në muaj jashtë sezonit të lartë, pra në muajt e tjerë që duhet të jenë jashtë sezonit të lartë. Dhe për këtë po punojmë shumë që të kemi një organizim edhe të kalendarit tonë të eventeve, të aktiviteteve, të kongreseve, të festivaleve, të gjithë dinamikës sonë dhe gjallërisë së jetës kulturore dhe të spektakleve dhe të gjithë aktiviteteve në mënyrë që ne ti
organizojmë ato dhe jo vetëm ta bëjmë të gjë jashtë sezonit lart, po ta bëjmë të gjithë jashtë kryeqendrës që është metropoli Tirana, sepse ka shumë rëndësi që mos zhvillohet çdo gjë në Tiranë. Pra ne duhet bëhemi të zgjuar, prandaj edhe shumë komponentë rëndësishëm janë retritet, konferencat, janë ato që hotelet duhet të organizohen mes tyre dhe të koordinohen në mënyrë që njëri ka logjistikën e po themi projeksionit dhe të sallës madhe të konferencës, të tjerët ngjitur me të bëjnë akomodimin e atyre që vinë, na duhen shifra me mira që vinë për të qëndruar në Shqipëri. Natyrisht një komponent tjetër i rëndësishëm që do ndahet në kontekst është puna që po bëjmë për ekonominë e detit, që nuk e kemi atë ku duhet, për lundrimin privat, për natyrisht molet dhe gjithë pontilet dhe për gjithë situatët që ne kemi, nuk e di ana keni vënë re se s'para shef në njëri parlament, po përsëri u baltosëm për një politikë që është shumë dinamike, shumë aktive, që ka të bëjë me një, si themi, zhdërvjetësi më të madhe nga ana e strukturave tona për të lejuar struktura të përhershme, pra mole, pontile, në ato zona ku ka dhe investime strategjike apo investime tjera të rëndësishme, dhe kjo është edhe për të ekuilibruar në kuptimin e kostës investimeve gjithë to projekte cilat po bëhen në Bregdet kryesisht. Ne jemi një vend që po ta krahasojmë, kemi sot 0,6 vend parkimi për kilometër, ndërkohë që Franca ka 70 vende parkimi për kilometër vi bregdetare, Italia ka 23 vend parkime për kilometër vi bregdetare, Italia ka mbi 800 marina, Franca ka mbi 500 marina, ne kemi 5 marina. Dhe ky është një momentet më të rëndësishëm ne duhet punojmë, se sjell me vete pastaj mirëmbajtje, punësim, ekonomi tjetër, gjithë industria e detit dhe gjithë ekonomia blu, po punojmë që mos kemi vetëm low cost, low costi dëmton planifikimin dhe turizmi planifikuar duhet të jetë një nga komponentët më të rëndësishëm të paketës vjetore. Kemi natyrisht një punë të jashtëzakonshme që po bëjmë me kryeministrin, me agjencitë tjera për peizazhin, për kurimin estetik të tij, për hyrje dalje të qyteteve, për që nga rruga, gjelbrimi e tjerë, sepse ka shumë rëndësi ajo që lëm mbres tek ata që vinë. Ne kemi një matës që një vizitor që vjen sjell 10 ose rekomandon 10 turist në vendin tonë. Ne objektivin e kemi që ai të rekomandoj rreth 40 turist, pra për këtë po punojmë që promocioni TEA 4.0, aplikacioni, përfshirja aty brenda e gjithë temës e dhomës së turizmit, themi, regjistrime, antarësime, në një farë mënyrë një fuqizimi TEA-s edhe me ju, dhe ju do keni pastaj promocion falas ku do ne shkojmë në panajirat më të mëdha të botës, ju do jeni gjithmonë bashkëpunëtues me ne, edhe nëse nuk keni fizikisht atje, sepse do i keni këto për shkak të aplikacionit, ku mund të kemi së shpejti dhe biletat online të gjithë siteve, të gjithë aktiviteteve, sepse jeta kulturore pastaj është elementi i dytë më i rëndësishëm. Ne kemi problem mentaliteti që mbyllim brenda, duam ta privatizojmë turistin. Ky është një problem i Ballkanit. Ne duhet ta lëvizim, ta gjezdisim, ta çojmë butrin, ta çojmë këtej, andej në Kanin, le të hajë një drek, një dark, por ai do vi shumë herë më i kënaqur dhe do sjellë shumë të tjerë në hotelin tuaj. Dhe këtu do të punojmë shumë, po punojmë me bashkimin që qeveria dhe kryeministri insistojnë të bënte të turizmit, kulturës, pikërisht që të gjenerojmë, të fuqizojmë edhe ta sinkronizojmë kalendarin vjetor të eventeve dhe aktiviteteve, sepse argëtimi dhe eventet dhe destinacioneve janë sot aja për atë pjesën gjithmonë jashtë sezonit të lartë. Do doja që të theksoj gjithashtu punën që po bëjmë me destinacionet cilat janë brenda vendit, pra po themi në male, në Alpe, në zona liqenore, në zona që janë larg Bregdetit ton kryesor, apo larg po themi në këtë rast Bregdetit Jonian që është më i kërkuari, sepse duhet që ta pasurojmë, duhet ta elektrifikojmë vendin në një rrjet të madh interesash, pikash atraksioni, si themi, kërkese e cilat shkojnë drejt aventurës, drejt, si më thënë, turizmit eksperiencial, sepse nëse ata nuk lëvizin, nëse ata nuk njohin dhe nuk kurreshten për vende të tjera, do jetë shumë vështirë që të vinë prapë në të njëjtin vend përgjithmonë. Rëra dhe çadra janë më të konkurrueshmet, janë më lehtë të konkurrueshmet, kurse gjithë turizmi tjetër, pjesa tjetër është më i qëndrueshëm. Kemi 2316 struktura akomoduese, kemi gjithsej 47.761 dhoma, sot që flasim, nuk po flas për ato lejet e reja që presim të hyjnë në sistem, ose 118.749 shtretër, nuk janë pak, rreth 60% e tyre janë drejt një prenotimi të sigurt për si vjet. Terminalet, transporti, unë i di problemet kryesore që kemi, Vlora duhet të ketë një terminal patjetër shumë shpejt, ne duhet ta lidhim atë me një hub apo me një stacion multimodal të Ekurudhës apo të portit apo diku afër tyre, ne duhet të shpërndahemi aty me taksi e me mjete me autobuzat të gjithë përmasave, ne duhet të shkojmë nga jugu me autobuza më të vegjël,
diku me elektrik për distanca më të shkurtra, po punojnë për këtë gjë, është krijuar kompania Mobile, qeveria, Ministria e Transportit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë po punon fort. Jemi në momentet më të mira të shikuarit të rezultateve të para konkrete në këtë drejtim dhe do të keni shumë shpejt lajme të mira. Ka dhe gjëra tjera që do themi së bashku, bëra vetëm një përshkrim duke qenë shumë optimist sepse shifrat janë në vërtet shumë pozitive, që nga janari, po të konfirmuar edhe në mars e kështu me radhë. Mirë, edhe njërë faleminderit. Shqipëria do të ketë mundësi të tërheq më shumë edhe jashtë sezonit, në vjesht, nëse do t'jede përgatitur për këtë. Ne shikojmë këtë edhe në aspektin e interesimit për investime, i cili në këto muaj ka pasur një rritje dhe besoj që duhet ta shfrytëzojmë këtë situatë. Natyrisht që të flasim për ato që kanë ndodhur pozitivisht, mund të rrim me orë tëra, por këtu jemi edhe për të folur në çik për ato që nuk janë zhvilluar pozitivisht, sepse njerëzit vinë me një ide të caktuar dhe nëse këtu gjejnë arsye për të qenë të pakënaqur, atëherë jo vetëm nuk kthehen më, po kjo kthehet në bumerang. Unë e di që ne kemi zgjedhur këtë sistem 35 vjet përpara dhe pjesë e kësaj zgjedhje është që çmimet nuk i vendos qeveria dhe që qeveritë nuk kanë asnjë instrument për të kontrolluar dhe për të imponuar çmimet. Tu jemi shumë qartë. Çmimet i vendos tregu, por në rastin e kësaj industrie, çmimet duhet i vendosi vizioni strategjik i juaj për fatin e investimeve tuaja. Nëse këtu po bëni investime vërtet masive, vërtet ambicioze, një pjesë e juaj këtu po punojnë me arkitekt huaj, po synojnë të bëjnë struktura realisht të nivelit më të lartë. Ju e dini më mirë se unë që hoteleria e ka investimin të madh dhe kthimin të ngadalt, të sigurt po të ngadalt, do durim, duhet mendoni për fatin e këtyre investimeve. Kjo nuk është diçka që po e them unë apo e themi ne që t'ju bëjmë juve propagandë, se në fund të ditës kush vjen për të bërë turizëm, kush vjen për të bërë pushime, kush futet në restorante, ka menduar vetë edhe nuk është ky qëllimi jonë. Qëllimi është që të lexojmë çfarë ju ka ndodhur të tjerëve. Nuk është diçka që po e parashikojmë në hava. Ju ka ndodhur vendeve të tjera. Në momentin kur befas janë gjendur përpara rezultatit të hapjes dhe të transformimit në një destinacion të kërkuar, janë dehur edhe kanë vepruar si të dehur, duke ofruar shërbime të dobta dhe duke vendosur çmime të larta. Dhe si rezultat i fluksit që ju është gjendur përpara, kanë pasur mendjen e ngushtë duke menduar që njerëzit 12 milione, 13 milione, 15 milion do t'i kenë aty. Dhe kanë filluar të investojnë, siç po bëni ju. Të investojnë për më shumë, po ndërkohë duke kërkuar të fitojnë shumë në atë moment. Çfarë ju ka ndodhur? I kanë mbetur në derë investimet se nuk kanë ardhur më njerëzit. Nëse Vlora do të marri njollën e vendit ku ti paguan më shumë se sa çfarë të ofrohet dhe ku ti paguan më shumë se sa ç'mund paguash duke shkuar në Greqi, duke shkuar në Turqi, duke shkuar në Kroaci, juve i keni bërë gropën vetes. Po flas për gropën e investimeve. Është kaq e thjeshtë. Pra duhet një strategji afat mesme të paktën se si juve do merrni një fitim të arsyeshëm dhe jo fitimin që realisht mund ta merrni në atë moment, sepse ai mund t'ju kthehet në bumerang. Kaq e thjeshtë është kjo, juve e dini vetë, bëni si të doni, sepse thash, qeveria nuk vendos çmimet, por unë po flas
me disa të vërteta si dikush që e dua këtë qytet. E dua këtë qytet sa që duan të gjitha ata nga ju që nuk ndërtojnë pale, dhe dua që çfarë kemi mbjell ta korrim, dhe jo ta korrim në një stin, po ta korrim për gjenerata. Sot Lirua më prezantoi me Nipi. Okay? Kur Lirua hante shkëmbin me dhëm këtu, Nipi ishte fëmijë. Pastaj ka vajt atje, ka bërë dhe dy palë shkollë, që e ka paguar ky, me çka ka fituar këtu. Nipi ka ardhur tani, bukur birë, ndihmon për menaxhimin, perfekt. Çështja është që vazhdimësia e këtij investimi të bërë me sakrificat jashtëzakonshme, kur s'besonte asnjëri ke turizmin vlorë, kërkon turist. Kërkon turist. Në këtë pikë, shihni e bëni vetë, po unë mendoj që duhet strategji që ti garantoni jetëgjatësinë gjithë këtyre investimeve që po bëni. Në Vlorë ne po kalojmë projekte të jashtëzakonshme. Pyetja është sa do jenë në gjendje ato projekte të sjellin njerëz edhe për të banuar dhe për të jetuar në Vlorë. Këtu kanë filluar të blejnë. Po Vlora ka të gjitha mundësitë të bëhet një vend si vendet, si ato qytetet në Portugali, në Spanjë, në Turqi, ku të vinë të jetojnë edhe plot të huaj. Është plotësisht e mundur. Shqipëria në këtë kontekstin e madh evropian, me këto gjithë të historie, me këtë gjithë të turbullira, është një vend ku jetohet me siguri, në kuptimin që dje isha në dërmi me disa miq, jo me Ivankën, kuptohet, se bën sikur vjen në Vlorë çdo 2 muaj, do vije çdo 2 muaj në Vlorë, por nuk jemi akoma në atë fazë. Dhe po më thoshin eksaktësisht këtë. Vinin nga Londra. Nuk e mendonim kur që ishin qenë në Tiranë disa ditë. Vinin nga Londra, nuk e mendonim kur që mund të dilje në kryeqytetin e Shqipërisë natën edhe të ndjeje një siguri të plotë, sepse s'kishte asnjë ndjesi frike. Në Londër s'del dot. Natën. Fjalët e tyre, jo fjalët e mia. Tjetra që duhet të them është aty ku turizmi është zhvilluar dhe ka filluar si ne ose edhe pak më përpara se ne, më përpara sa që kemi qenë ne, japin para shtetet. Greqia jep para, do të i merr nga buxheti dhe ja u jep operatorëve. Çfarë po bëjmë ne? Ne po mbështesim sa mundemi me ince. Çfarë do të thënë kjo që nafta për jahtet është pa taks, nafta për makinat është për taks. Po patjetër. Po pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Sepse nga ato jahtet ekonomia jon fiton. Fiton. Ndërsa nga ato makinat mjedisi ynë ndotet. Dhe patjetër që këto janë dy gjëra që nuk mund të vijen në krahasim, se është si të krahasosh mollët me dardhat. Kështu që na duhen më shumë marina. Po investojmë, kemi pas që po vazhdon të zhvillohet marina këtu në Vlorë, do jetë një tjetër motor i rëndësishëm i ekonomisë Vlorës, do sjellë shumë njerëz. Vetëm njerëzit që do vinë me jahtet që do rrinë këtu në dimër, do jenë 2.000-2.500 njerëz. 2.000-2.500 njerëz janë konsumator të këtij qyteti. Plus
Për të mos folur pastaj për ata që do vinë për pushime e për të qëndruar këtu e për të konsumuar këtu. Marina e Durrësit po ecën, edhe ajo. Kemi një projekt shumë bukur në Shëngjin, por na duhen më shumë. Patjetër, na duhen më shumë pika ndalimi, na duhen më shumë pika përpunimi të anijeve, të varkave e kështu me radhë. Ndërkohë që lajmi i mirë, besoj nuk e dia e keni dëgjuar, se ju dëgjoni të gjitha, po është që kemi lidhur një kontratë shumë të madhe me Fincantierin për kantierin e Pashalimanit, dhe aty do të fillojmë prodhimin e anive ushtarake të dimensioneve të ndryshme, dhe do të kemi një investim jashtëzakonisht të rëndësishëm të përbashkët mes nesh dhe italianëve, dhe do të bëhemi edhe eksportues të anijeve ushtarake në Shqipëria. Përveç se do plotësojmë dhe nevojat tona. Por dhe kjo ka një rëndësi të veçantë për faktin që përsëri do sjellë njerëz, përsëri do sjellë konsumator, do sjellë punësim, do sjellë të mirat që sjell çdo investim i tillë. Kështu që kemi nevojë të investojmë, vazhdojmë të investojmë shumë, por nga ana tjetër na duhet të balancojmë, miqtë e mi. Është shumë e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ajo që turistët dhe vizitorët gjejnë jashtë hoteleve. Është shumë e rëndësishme estetika, e tha Blendi, e hapësirave publike. Këtu Bruna ka filluar të bëjë një punë të mirë, por duhet ta bëjmë gjithë bashkë dhe duhet ju të jeni shumë të interesuar për këtë pjesë. Është shumë e rëndësishme. Kënaqësia që njerëzit marrin nga qyteti, dhe marrin nga rrugët e qytetit, dhe marrin nga mënyra se si janë sistemuar hapësirat publike në qytet, apo aty rreth rrotullush, është shumë e rëndësishme. Ju e shikoni, po bëjmë një investim shumë të madh që shkon nga këtu deri poshtë në Radhim, e pastaj do shtrihet deri në Rikum. Në anën tjetër ka filluar lëngëmarrja e 4 te plazhi i vjetër, por është shumë e rëndësishme të jemi shumë të vëmendshëm ndaj pastrimit. Është interesi juaj. Momentin që ju e shikoni llozhurat dhe mbeturinat që hidhen edhe janë 100 metra nga hoteli juaj, duhet të jeni të shqetësuar, nuk duhet të thoni thjesht që mirë janë pasur këtu. Sepse ajo dëmton psikologjikisht atë turistin që ketë aty. Për plazhet besoj kemi bërë tani më një plan të mirë, edhe bazuar në çka kemi mësuar nga deri dje, po edhe bazuar në nevojat e operatorëve turistik. Dhe e fundit që kam është plani i parkimeve. Na duhen më shumë parkime në të gjithë territorin e Shqipërisë, territorin urban të Shqipërisë. 2 parkime të mëdha nisin së shpejti, njëri tek sheshi përpara universitetit në Skel dhe njëri tek sheshi i madh i Lungëmarrës, të cilat do të akomodojnë, në mos gabojmë, 600 makina të dyja bashkë, 250 njëri dhe 350 tjetri, diçka e tillë. Çfarë si ka, domethënë 2 parkime, por nuk mjaftojnë. Prandaj juve, se këtu ka dhe shumë investitor, përveç se operator, juve duhet ta merrni këtë gjë si një investim të rëndësishëm me kthim të shpejt. Ai është një hotel ndryshe. Ai parkimi nuk ka as çarçaf, nuk ka as kuzhinier, nuk ka as magazinier, nuk ka as gjë tjetër, ka vetëm vendet ku parkojnë makinat dhe është një investim fitimprurës shumë i dobishëm. Kështu që mos shikoni çdo hapësirë për pallat, se nuk mund të mbushim lagjet me pallate, po shikoni hapësira që janë të kthyera, janë midis pallateve, apo janë pranë pallateve, bëni marrëveshje me pronarët dhe bëni parkime. Bëni parkime me pagesë. Do t'ju kthehet në një mirësi të madhe si operator turistik për qytetin. Ne po e bëjmë planin, do ta lançojmë së shpejti, qoftë për parkimet që do financoj
do financojnë entet qeveritare, qoftë për parkimet që do financojnë bashkitë, në bashkëpunim me privatët, qoftë për parkimet që duan të bëjnë vetë privat. Dhe nuk është e thënë që përkundrazi, që një parkim të jetë vetëm nën tokë, mund të bëhet nën tokë, mund të bëhet dhe mbi tokë, dhe mund të bëhet me arkitekturë të bukur, që të jenë si godina realisht të rejse në qytet, ndërkohë që aty futen makinat. Dhe kjo sjell të ardhura. Ka plot hapësira në Vlorë, mendoj unë akoma, që mund të shfrytëzohen për bërë parkime. Parkime nën toksore dhe mbi toksore të kombinuara njëra me tjetrën, se këtu nuk është kollaj të futesh shumë thellë, sidomos afër detit, po janë mundësit për të bërë parkime. Kështu i bëni parkime. Këto kisha unë. Liro, të takon ty fjala, urdhë. Turizmi ka bërë arritje të madhe, si që tha dhe kryeministri, në infrastrukturë. Baza është, do me thënë, për detin, janë bankinat edhe molet. Ku aty do të shkojnë shkafet, dhe dion sepse disiplina sportive bëhen fikse, bëhen me mjete në det, edhe bëhen me not, aqua, langje, zhytje, sharjan ato. Këtu në Shqipëri, si në qytetet bregtare, po së thuaj se nuk ekzistojnë fare. Del në një amator, në një këshu, bën gjëra të vogla. Kjo është kryesorja. Turizmi pa disiplina sportive, shina utika, windsurf, të riqe, bombla, zhytje, gjitha ato. Kjo. Pjesa tjetër, pastaj është, nuk di çfarë të them unë, pse është dhe këtu nuk mburre tjetër në sy, po do t'ja themi. Apo jo, këto që themu besoj edhe juve do jeni dakord me mua. Unë hypi makinës këtu për 4 orë për gjithë Shqipërinë, nga Shkodra deri në Fteljes. Dhe jonë, rrugët janë bërë bilardo, jonë ndjenë kënaqësi të madhe kur udhëton. Dhe këtë ka bërë siç nuk ishte, e siç është ashti. Krahasimi s'është nevojë se e ndjeni vetë të gjithë që udhëtoni. Po këtu ku i gjeni këto? Më vetëm Vlorë dëgjon nga këto. Ku e gjete këto rrugët janë bërë bilardo? Se kisha dëgjuar në herë. Po ku i gjeni këto më, ha? Të vetë jeni për të krijuar në ato, rrugët janë bërë bilardo. Po rrugët gjalp, hajde se kjo është çik si nga Shqipëria mesme. Po rrugët janë bërë bilardo, bukur shumë pëlqeu kjo. Përshëndetje. Unë doja të thosha që ne na dalin disa detyra për të patur një qëndrueshmëri në turizëm dhe për afatet e njerëzve që të cilët duhet të rikthehen prapë në Vlorë. Në drejtim të pastërtisë edhe të higjienës. Mendoj se ky aksi nga Vlora në Orikum duhet të marrim një nismë si bashki edhe si operator që të eliminojnë kazanët e mbeturinave në rrugë kryesore. Në modalitetet dhe mënyra për ta rregulluar këtë ka, edhe të gjithë janë të bindur që mund të realizohet, kështu që do të ishte më mirë që rruga të ishte e pastër, plus investimeve që po bëhen në këtë zonë, pra nuk mund të themi që kazanët e mbeturinave bashkëjetojnë ose qëndrojnë me investimet që po bëhen në lungëmarrje. Ndërsa tjetra, unë sot mëngjes kam ardhur nga Dukati drejt Vlorës, nga Dukati në 7:30, dhe makinat që kanë ikur në drejtim të Bregdetit kanë qenë pa numër. E them me bindje pa numër që nuk kishin të mbaruar. Pra, detyra tjetër është që zona e Orikumit duhet lidhen patjetër me urban. Dhe të gjithë njerëzit që punojnë dhe të gjithë ne që ushtrojmë aktivitetet andej, kemi fugona dhe makina për transportin e njerëzve nga Vlora në bizneset tona. Pra, urbani nuk them që duhet vej deri në Orikum, po të shikohet mundësia që 2 herë në ditë të vej dhe deri në Llogora, se Llogora është kthyer në një destinacion tjetër dhe nuk është më siç ishte më përpara në një mens të zakonshme. Dhe tjetra do të thosha që të rregullohet dhe stacionet e urbaneve në për qytet edhe në destinacionet që janë këtej për nga Bregdeti. Këto stacionet autobusave me shumë të drejtë
sepse janë probleme edhe janë dhe pak në kaos, edhe vend qëndrimet e autobusave. Kemi një projekt si bashkim me Gizin, na kanë sjell modelin, e kemi unifikuar në të gjithë stacionet e autobusave të Vlorës. Besoj që sezoni turistik do na i gjejë të mbaruar. Janë hapur dhe 4 vend qëndrime të reja të autobusave, sepse zona e Lungomarës nuk i ka pas përfshirë, ashtu siç edhe pjesa e Lungomare 3. Bashkia po kështu ka fituar 2 autobusa elektrik, të cilët besoj nga fundi i vitit, pra nuk janë për këtë sezon turistik, do të bëjnë linjën e Orikumit dhe linjën e Zvërnecit. Bashkia është duke bërë një studim fizibiliteti për vendet ku do të ketë vend parkimesh, po edhe vend karikimesh. Nëse mund të jap disa informacione në lidhje me Edhe më fal, edhe një muze të etnografisë Vlora nuk e ka në nivelin që duhet. Ka një pasuri shumë të madhe, sepse Vlora për shembull, Himara, Labëria, Myzeqeja, vetë qyteti ofrojnë një pasuri shumë të madhe, një galeri shumë të madhe kostumesh, traditash të etnografisë, që mund të jenë shumë mirë një destinacion. Ta nis nga kjo e fundit, që sapo them, nga klubi Labërisë ose Muzeu Etnografik i Vlorës, edhe me vëmendjen e kryeministit, po edhe Bruna po punon për këtë, dakordsuam me AADF-n, është hartuar marrëveshje, duhet jetë tavolinat e ne të dyve për ta firmosur, që krahas Muzeut të Historisë e Brendeve, që po ndërtohet në qendër, në ngjitur me atë që është etnografiku, i cili është sot i mbyllur, për shkak të një përforcimi strukturor që duhet, ram dakord që të gjithë pagesën e këtij investimi ta marrë përsipër partneri ynë për AADF-ja, ajo të mbetet me atë tematikë dhe me atë lloj, si themi, muzealizimi që ka pasur si koncept, por që do të ndërhyet aty me një muzealizim dhe me një themi multimedia më teknologjike dhe pak më të avancuar, në mënyrë që mos ta vizitoj muzeun në koncept vetëm fizikisht në muze, po edhe nga interneti dhe virtualisht, pra të njihemi më shumë me pjesën e historisë suaj. Kjo gjë është e mbyllur praktikisht në termat e kësaj marrëveshje, do të jetë në pronësi të bashkisë, por do të menaxhohet në bashkëpunim Ministri-Bashki. Ne nisim të martën nesër, hapim letrat e procedurës që kemi nisur për themi kthimin e dinjitetit, kthimin e shkëlqimit, kthimin e, si më thënë, vlerës të Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, i cili sot siç e kemi është i krisur nga brenda për shkak edhe të një situate që ka terreni aty, është vjetruar, ka nevojë për një rikonceptim, do bëhet një ndërhyrje e cila do kthejë aty edhe më shumë hapësira për të rinjtë, edukative, kërkimore, pra për të mbledhur me një bord i cili do të ketë anëtarë të rëndësishëm nga vetë qyteti, komuniteti, do të financohet edhe nga ne si ministri, do të ndihmojë dhe bashkia, do të financojnë edhe privatët që po punojnë rrotull zonës atje, pra me një fondacion i cili do ndërtohet dhe do të mbështes. Kemi rrjedhimet në Kanin që ju e dini që po ecën shumë mirë, kemi Borçën, gjithashtu një destinacion Kalane Borçët që po mbaron me Fondin Shqiptar Zhvillimit, po punohet shumë mirë me sinjalistikë, me gjithçka. Kemi natyrisht që përmendet pasuritë nënojore, po edhe për parkun e Orikut, aty do të bëhet një ndërhyrje shumë e rëndësishme, e cila do të ketë përsëri së bashku si shtatë kryeministri. Nga një anë do kemi Pasha Limane, i cili do jetë një pikë për industrinë detare, por këtej do të kemi një shëtitore, ajo gjitha do hapet, nuk do të ketë me një tra ushtarak që njerëzit jenë të penguar për të shkuar atje, do të ketë një zhvillim i cili do jetë shumë interesant nga pamja turistike, nga pamja asaj që thatë, e rekreacionit, e loreve ujore, e bregut, po edhe e lagunës, me disa ndërhyrje që do jenë tepër specifike, shumë cilësore, disa për tyre lundruse, në mënyrë që të respektojmë edhe statusin e zonës arkeologjike, po edhe zonën e vareve në Kodrën, e vareve antike në Kodrën përballë, do kemi një bypass shumë të kujdesshëm për të kaluar në kantier, në mënyrë që pjesën para t'ia japim gjithë në turizmit, edhe kjo do kthehet në një shëritore tjetër që do i japë shumë rëndësi buqetës atraksioneve të Vlorës. Kemi për të ndërhyrë, hapet VKM-ja kalon, besoj, o këtë javë, maksimum këtë javë, besoj, hapet konkursi për muzealizimin e gjithë tuneleve të Porto Palermos, ku do ketë edhe një qendër tjetër atje për arktimin, për të treguar historinë, për të ndaluar deri dhe në maj të kalas që ndodhet në majat e atyre kodrave atje, ose të ndërtimet të vjetra cilët duan të rihetëzojmë. Kemi Muzeun e Arbrezhve në Vuno, një tjetër temë, një tjetër tregim, një tjetër vend për të mos u humbur, nga ku ata
nga ku eksodi pati fillesën e vet dhe nga ku ne duam të tregojmë një histori bashkë me Arbreshët, e cila t'i japi pastaj zonën një tjetër pasuri që i mungon në kuptimin e gjithë objekteve që janë në atë zonë. Do të jetë afër si themi edhe fshatit, në kuptimin e fshatit të vjetër, por do jetë edhe shumë afër rrugës, do të ketë aty struktura informative, do të ketë një parkim, do të ketë një ndërlidhje me objektet e tjera që ka fshati. Kemi muzeun e ujit, kjo është një ambicie, po punojmë, kemi një interesim të një grup investitor shumë të rëndësishëm, kjo do të futet natyrisht në negocim me bashkinë dhe me qeverinë për muzeun e ujit dhe një akuarium rajonal për Vlorën. Nuk mund të them do të se është, si më thënë, një plan zbatimi në tavolinë ende, por është një mundësi shumë e mirë që ne të kemi në Vlorë një zhvillim të tillë, i cili do na bënte pastaj një pikë edhe në rajon me një interes shumë të gjerë. Ku nuk diskutohet, do të kishte pastaj dhe qendër kërkimore, dhe qendër edukative, dhe shumë struktura tjera që lidhen me historinë, me ujin, me nëndetin, në përgjithësi me vendin tonë që është kaq i pasur në ujë, në lumeje, në liqene, edhe kjo histori duhet të tregohej sipas projekt konceptit parë që ne kemi parë në Vlorë. Edhe ne po kërkojmë tani vendin ku do ta gjejmë. Natyrisht do punojmë shumë për sportet, do punojmë shumë për rekreacionin, siç e përmendët ju, dhe për si më thënë, rritjen e këtyre itinerareve dhe ndërlidhjen e tyre dhe në një farë mënyrë dhe pasqyrimin e tyre, promovimin e tyre në mënyrë sa më të mirë, edhe virtualisht, po edhe pastaj lidhen me biletimin dhe me mobilitetin që të çon drejt tyre. Është një mision jo i lehtë, por është një mision shumë i bukur, kështu që të jeni të bindur që po punohet shumë në këtë drejtim. Ndërkohë, një tjetër linjë e kryeministit mos haroja është që të kemi një rrjet muzesh temash në gjithë vendin, ku ne do t'i dedikojmë në Vlorë disa objekte, të cilat ne po ndërhyjmë që t'i bëjmë publike, t'i kthejmë, janë o të harruara, o të degraduara, o të lëna me njanë, o të lëna ndoshta dhe enkas për të bërë një pallat nesër. Kështu ne do ndërhyjmë, do t'ju ruajmë, do jenë pjesë e trashëgimisë e historisë e qytetit Vlorës, do jenë aty në në një procedurë krejtësisht ligjore, do ja kthejmë këto muzeve që ju përmendet, diku një pinakotek, diku një muzej, ku diu një histori e caktuar, diku një galeri arti, diku një librari, diku një qendër rinore e kthyer dhe në një sallë multifunksionale, ku diu një kinoteatri etj. Pra ne do mundohemi shumë që ta zgjerojmë dhe këtë aspekt me këto investime, me këto objekte. Marrin ndonjë këtej nga e majta, se ngelen vetëm djathtas. Po, unë jam, përshëndetje, jam Ivona dhe jam nga Polonia, unë punon për huajt, unë kuptoj shumë mirë shqip, por nuk shqiptoj mirë, so I will speak in English, sorry. Fol shqip se mirë ke shqipe. Too much. Fol shqip. Jo. Po jo anglisht, s'kuptojmë anglisht në këtu, shqip. Jo, kam pak Ku probleme ka me jo shqip. këtu, je në Vlorë këtu, shqip. Okej, unë provoj. Provo pra. Jam këtu dhe gujt kombëtare, edhe tani kemi vetëm një pyetje për Sazani, sepse ne jemi dhe operator turistik dhe agjensia turistike, edhe njerëzit flasit për Sazanit, hapur, nuk hapur, mbyllur, sepse Ivanka do vi, dhe të gjitha flet është një rajon turistik edhe shumë naturale, edhe çapati andej. Kemi turizm në Sazani ose jo? Shiko, se këtu flitet shumë për gjithçka edhe për fat keq bëhen fakte, gjëra të pavërteta, marrin vend edhe bëhen të vërteta, e s'ka zot pastaj që i ndryshon ato gënjeshtra që janë bërë të vërteta, më lër të mbaroj. Se është hapur gjithandej edhe kur shkruaj me edhe huaja thonë që qeveria ka shitur ishullin e Sazanit familjes Trumpit. Kjo është e pavërtet. Ne nuk e kemi shitur dhe nuk e shesim ishullin sepse Sazani është pronë e Republikës Shqipërisë, do të mbetet pronë e Republikës Shqipërisë, e para. E dyta, ne nuk e kemi përfunduar akoma sot që flasim negociatën për Sazanin. Pse nuk e kemi përfunduar dhe çfarë po negociojmë ne, sepse Republika e Shqipërisë, shteti shqiptar do jetë pjesë
e kompanisë së përbashkët që do të investojë dhe do të administrojë ishullin. Kështu që edhe në këtë pikë, domethënë si thua, shqiptarët janë të përfaqësuar nga shteti në këtë iniciativë. E treta, nuk bëhet fjalë për të mbyllur ishullin. Pra nuk do jetë një resort i mbyllur, siç mund të ketë resortet vogla që janë mbyllura me mure dhe që hynë vetëm ata që banojnë ose ata që ftohen. Nuk do të jetë i mbyllur, se nuk do bëhet rezervat i privilegjuar. E katërta, projekti i Sazanit ka ndryshuar në proces, si projekt ndërtimi. Pra, aty do të ketë shumë pak ndërtime dhe do të ketë një profil kulturor, artistik të rëndësishëm. Dhe unë besoj që do jetë një nga projektet më të bukura që janë zhvilluar në Mesdhe, dhe bashkë me pjesën përballë Sazanit, që është pjesa private, por që zhvillimi po ndodh në të njëjtën dorë, ku janë përfshirë arkitektë nga më të mëdhenj e botës, do jetë vërtet një zhvillim që do t'i rrisi vlerën në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë investimeve këtu. Se ajo që ndodh, se ata që shikojnë ngushtë dhe që pastaj flasin që po e marrin të huajt e ku di unë, nuk kanë se si ta kuptojnë se çfarë impakti ka një zhvillim i tillë, ose kanë zhvillime të tilla për gjithë pronën rreth rrotull. Pra do rritet vlera e pronës së të gjithë vlonjatëve si fillim. Do rritet shumë vlera dhe çmimi i të gjitha investimet të reja që po bëhen. Pse? Sepse njerëzit që nuk do shkojnë dot atje, do kenë dëshirë të jenë afër. Edhe do kenë dëshirë të bëhen pjesë e gjës. Kështu që pa diskutim që kjo do jetë vetëm të mira për Vlorën, edhe për këtë them, është shumë e rëndësishme sot që operatorët turistik të Vlorës të jenë strateg për fatin e investimit të tyre. Sepse në 5 edhe deri 10 vjet të ardhshëm, ndryshimi që do ndodhi në krahasim me tani do jetë më i madh se ndryshimi që ka ndodhur nga tani në 10 vjet më parë. Në aspektin e kërkesës për Vlorën. Edhe si rezultat i këtij investimi. Ky investim nuk është një investim për t'u parë thjesht në vetveta, që do vinë ca të pasur, do marrin ishullin, do ngrenë muret, edhe shqiptarët do rinë këtej. E vërteta është që duhet bërë një strategji për të krijuar reputacion. Reputacion individual, pra hoteli im quhet X Liro, për shembull, se unë kam qenë aksioner me Liron, po më zori jashtë pastaj. Hoteli im quhet Liro, reputacioni i hotelit tim është A-ja dhe B-ja është reputacioni i hotelerisë në Vlorë. Dhe të dyja janë të rëndësishme për mua. Që do të thotë që duhet strategji për ta forcuar reputacionin. Forcimi i reputacionit do të tre gjëra bazë. Çmime, shërbim shumë të mirë nga pikpamja e respektit dhe edukatës e buzëqeshjes. Jo vlonjat që ç'a do marrësh, po shërbim të mirë nga ana e mirësinë e atyre që i thonë turistëve mirë se erdhët, duhet ta konsideroni çelësin e çdo gjëje, edhe të pastaj
mundësisë që tjetri të t'i fali dhe të shumë defekte tjera që mund të kesh. Se thot më pritën mirë, njerëz mirë. Dhe kjo do të thot që përtej reklamës shumë njerëz që janë të interesuar për të blerë, për të investuar, për të ardhur, nuk e besojnë që do filloj. Nuk e besojnë që do ndodhi. Ja më thonë, momentin që do filloj zhurma që filloj investimi, ju do shikoni që do ndodhi në Vlorë. Momentin kur tregu ndërkombëtar i turizmit do ta marri mesazhin që ata e filluan investimin dhe janë bashkuar edhe me Katarin, sot që flasim, atëhere tregu do thot po që nga vend super i sigurt për të investuar. Ju do të jeni vetëm në prodhim, në investim në prodhim, në kuptimin e gjës, dhe do të jeni bashkë në shitje. Juve Vlorën do ta shisni bashkë. Ju vetëm nuk do shkoni larg. Jepi ata dëgjojmë çfarë do thot. Hajde një. Përshëndetje, si jeni? Unë jam Jorgo, jam 29 vjeç, kam lindur edhe rritur në Athinë. Jam krenar për Vlorën me fjalë, edhe kam marrë një zhvillim goxha të madh vitet e fundit. Baj mend me fjalë, kam pasur fatin nga babai të jem shkolluar që nga kopshti deri në gjimnaz, e një nga 4 shkollat më të mira, si them, private në Athinë, ku kam qenë i vetmi shqiptar me fjalë te ato 4 shkolla, gjithë ishin grek. Edhe baj mend ishim në shtator me fjalë bas pushimeve. Na pyese me fjalë mësuesja ku vajtet me pushimeve, filloni që të gjithë, unë vajta në Mikon, unë vajta në Bar, unë vajta në Kret, ose në përbot, unë i thosha unë vajta në Vlorë. Shumë nga ta shok me fjalë që kisha në shkollë, i solla në Vlorë, këto 2-3 vitet e fundit, edhe kam parë që Vlora është komplet ndryshe nga ajo që kishin në mendje ose dëgjonin nga prindrit, edhe kanë ardhur prapë edhe prapë me fjalë, ju ka pëlqyer shumë si qytet. Jo vetëm Vlora, por gjithë Shqipëria. Po mirë, shumë mirë. Djali që, po nuk më duket si 29, më duket si 21, 22 dhe thash po ky çfarë do thotë. Okej. Ju falenderoj të gjithëve.